Në kuadër të masave për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve gjatë sezonit të verës, në Lezhë është mbledhur Komisioni Mbrojtjes Civile në rang qarku. Duke referuar zjarrit të verës së kaluar në malin e Shëngjinit, prefekti Taulan Malshi tha se qarku i Lezhës mbetet i rrezikuar përballë rreziqeve natyrore, duke kërkuar bashkëveprim të institucioneve përgjegjëse për të bërë ballë situatave të tilla. Zjarri që përfshiu Shëngjinin në kulmin e sezonit turistik dhe që zgjati në kohë, demonstroi dhe tregoi se sa të ekspozuar jemi ne përpara rreziqeve natyrore. Minimizimi i pasojave dhe i dëmeve varet shumë nga bashkëpunimi dhe ndërveprimi i secilit prej nesh dhe gjitha institucioneve që ne drejtojmë apo përfaqësojmë. Siç e tham, situata që ne kaluam në Shëngjin tregoi se reagimi sado i koordinuar të jetë nuk mjafton. Në qoftë se ne do të kemi një planifikim dhe një plan veprimi për parandalimin dhe përhapjen e mëtejshme të zjarreve në territor. Zëvendës drejtori i Policisë Vendore të Lezhës Taulan Gjoka ngriti shqetësimin se kapacitetet njerëzore dhe logjistike nuk janë në nivelin e duhur për të patur një reagim efikas, përfshirë edhe identifikimin dhe kapjen e autorëve. Por ashtu si kundër zjarrit djeg pyet pronat, merr me vete edhe shumë prova që do shërbenin për identifikimin dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore dhe penale të autorëve të tyre. Dhe ne, sigurisht, këtë vit që kemi përpara, në zbatim të detyrime që na ngarkon ligji për Policinë e Shtetit dhe ligji për mbrojtjen civile, kemi hartuar një plan masash kur janë reflektuar disa mangësi të cilat ne kemi evidentuar në ngjarjen e fundit që ka ndodhur në Shëngjin, por duhet jemi realist, ashtu si kundër me drejt kolegu i mbrojtjes civile, që kapacitetet tona njerëzore dhe logjistike nuk janë në nivelin e duhur për të patur një reagim efikas. Gjatë këtij takimi të Komisionit Mbrojtjes Civile në rang qarku kërkua angazhim maksimal i të gjitha strukturave për reagimin në kohë në rast emergjencash që mund krijohen nga zjarret gjatë sezonit të verës.